Mirëmbrëma dhe mirë se vini në debat për një me për zgjedhjet të jashtëzakonshme nacionale në 2026. Sot zyrtarisht nis fushata zgjedhore për zgjedhjet e jashtëzakonshme. Gjatë këtyre 12 ditëve të ardhshme të fushatës, ne jemi çdo natë në RTV Dukagjini në ora 19 me kandidatët e partive të ndryshme dhe kandidatët për kryeministër për të diskutuar rreth platformave zgjedhore. Si çdo rendi, në këto debate kemi ftu me marrë pjesë të gjitha partitë garuese nga komuniteti shqiptar. Mirë po, që në fillim, partitë parlamentare, vetëvendosja PDK-ja, LDK-ja dhe AK-ja kanë njoftuar se nuk pranojnë me hyrë në debat me përfaqësues nga PSD, sipas rregullave. Ne duhet t'i ofrojmë edhe PSD-s edhe partive tjera që aktualisht nuk janë në parlament hapësirë për të paraqitur platformën e tyre. Andaj, si redaksi, u kemi ofruar që edhe PSD-ja, por edhe parti tjera, të kenë hapësirën e tyre në prezantime individuale të platformave politike në kohë të barabartë me terminin me partitë tjera këto parlamentare. Sot, tema e diskutimit që e diskutojmë me partitë parlamentare është infrastruktura, ku përfshihen rrugët, hekurudhat, transporti, aeroportet e të tjera. Për të diskutuar këtyre temave, partitë politike kanë dërguar në debat përfaqësues të tyre të cilët janë Valon Hoti nga Lëvizja Vetëvendosje, Eliza Hoxha nga PDK, Besjan Mustafa nga LDK edhe Avni Arifi nga AK. Para se të fillojmë, dua t'i shpjegoj rregullat e debatit shkurt. Përfaqësuesit e partive do t'i kenë nga 2 minuta për të paraqitur platformën e tyre politike, ndërsa nga 30 sekonda i kanë për replik me njëri tjetrin. Gjuha e urrejtjes është e patolerueshme në debat për një me. Nëse ka ofendime apo gjuhë të urrejtjes, ne në transmetim do t'i largojmë këto. Tash po e hapim me temën e parë që është momentalisht aktuale. Qeveria e Kosovës këtë javë në kohë fushate ka marrë vendim për subvencionimin e linjave ajrore me 2 milion euro. Në mandatin e kësaj qeverie do të përcaktohet edhe kushte për kontratën e re të koncesionit të aeroportit. Pra, fjalën e kemi për 4 vite të ardhshme, kurdo që vjen qeveri do të ketë mundësi me vendos për koncesionim të aeroportit. Andaj, tema e parë është aviacioni. Çfarë sistemi të aviacionit do të kemi në të ardhmen? Po e fillojmë me juve, zotni Hoti, 2 minutat e parë t'juja. Po flisim pra për aviacionin apo të flasim për infrastrukturën në fillim? Aviacionin. Atëherë faleminderit për ftesën. Me të marrë mandatin, qeveria Kurti pra ka fillu punën lidhur me aviacionin. Ne kemi investuar në pistat e reja në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, kemi hapë koridorët e reja ajrore me Shqipërinë, pra nuk kanë qenë të hapur deri tani, dhe sigurisht kemi bërë edhe marrëveshje me Malin e Zi për hapjen e koridoreve ajrore. Ende ato nuk kanë hapur, por së shpejti pritet të hapen. Hapja e koridoreve ajrore me Shqipërinë ka çu edhe në uljet e emitimit gazrave, po edhe në përfitim kohë, pra minuta të fluturimeve për vendet në perëndim. Mandej kemi bërë investime në teknologji të radarëve dhe pajisjeve tjera që lidhen me aterimet e aeroplanëve që vinë në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, dhe aktualisht aeroporti i Prishtinës është njëri ndër aeroportet më zhvilluara për sa i përket aterimeve të aeroplanëve po flasim në Ballkan. Pra edhe në periudhë me më të vështirë, mjegull, aty mund të realizojmë fluturime pa pengesë. Në këtë drejtim, angazhimin tonë kemi pasur edhe në ndikimin e uljes së çmimit të biletave. Kemi marrë masa dhe e kemi rregullu sidomos çështjen e fluturimeve që kanë bënë me Zvicër. Më herët në qeveritë paraprake, nëse nuk ka bënë në vitin 2019, ish ministri Pal Lekaj ka kryer një lloj monopoli dhe pa konkurs, pa ankand, po themi, i ka dhënë një kompania të drejtat e fluturimeve për Zvicër, të cilat kanë çu në shtrejtim enorm të biletave. Ne këtë kemi rregullu, kemi hap konkurs, ka pas aplikim të kompanive, dhe tani përveç që është rrit numri i fluturimeve drejt Zvicrës, kanë rënë edhe çmimet e biletave. Te çështja e shumë përfolur e 2 milionçit si subvencionim i linjave nga qeveria e Kosovës, e ka sqaruar edhe kryeministri dhe ministri i financave. Kjo është bërë me qëllim që të mos ketë kurrje të fluturimeve drejt aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës. Shumë kompani ajrore kanë paralajmëruar që gjendja e tyre për shkak të çmimeve globale që lidhen me naftën dhe kerozinën
do të ketë kurrje të fluturimit Koha. dhe kjo që të mos ndikojë në udhtimin e mërgjimtarëve drejt Kosovës, e kemi ndërmarrë këtë. Avni, koha juaj, 2 minutë shivi. Mas pari do të me ditë situatën cilën kemi ardhë. Ne kemi pas një situatë ku ka ndodhur në ndërkohë liberalizimi i vizave dhe është rrit numri i pasagerëve. Tash çka është vë që qytetarëve të Kosovës më u mundsu me pas fluturime sigurta dhe të lira. Fatkeqësisht pak më me thonë. E bona një krahasim është Ryanair, EasyJet, Wizz Air. Qeveritë përkatëse në Shqipëni, Maqedoni kanë subvencionu. Paramendo, përderisa qeveria e Kosovës po thonë që u rrit kerozina dhe po anulohen fluturimet, Wizz Air në Shqipëni i ka 70 destinacione dhe këtë vit ishte edhe 8 destinacione të reja. Maqedonia i ka 40 destinacione dhe ishte edhe 7 destinacione të reja. Ne as progres ka pas nga qeveria Kurtis, 6 i kemi pas në 2020, 6 janë tash. Ryanair ka hinë Shqipëni me 47 destinacione. Kosova s'ekziston hiç. Pra, nuk ka asnjë zhvillim në rritjen e kualitetit të fluturimeve. Sa i përket sigurisë, nëse bëhem deputet, pyetja e parë e imja, kërkesë që do të kem lidhje me fatin e fluturimit të vitit kaluar, të shtatorit, në 10 shtator, ku një aeroplan pa kontroll duhur teknik, ka pas defekt gjatë fluturimit, është sjell 3 herë për 25 minuta rreth përmbi kek dhe menzi që ka të ru. Ka hetim ndërkombëtar për këtë aeroport, për këtë fluturim, kërkush smerret në këtë shoqëni me këtë punë, kurse të nesërmën NATO i ka ndaluar të gjitha fluturimet mbi kek. Pra, po flasëm për një sistem ku subvencionimi të shbo një kontratë e re, dhe nëse ne vim pushtet kemi me bo kontratë, edhe me EasyJet, edhe me Wizz Air, kemi me rrit numrin e fluturimeve, sepse më të lirë dhe më të sigurt janë pikrisht, ndër më të sigurt në botë është Wizz Air për qytetarët tonë, dhe bileta shkojnë deri në 14 euro, kemi me bo pikrisht me këto kompani. Faleminderit. Eliza, koha jote, 2 minutë. Faleminderit, Jeta. Për pa dashme u përsërit, dhe me thonë investimet në infrastrukturën e aviacionit janë të domosdoshme, por si që tha edhe kolegu, kërkush si duket s'ka qenë i përgatitur për një fluks të ri të pasagerëve pas liberalizimit vizave. Dhe kjo është për tu përshëndetur, sepse 33 tek këtij veni kanë pas pamundur me lëviz, po edhe mërgjimtar të është dasht me u shërby veç me pagesa edhe me bileta të shtrenjta. Dhe mund vjen keq që sot shumica edhe prej nesh udhtojnë për në Tiranë për t'i bërë destinacion dëshirat tona edhe udhëtimet tona, domethënë një pjesë e madhe parave shkon atje ose shkon në Shkup, pikërisht për shkak të mungesës së këtyre shërbimeve që aeroporti i Kosovës nuk ka qenë ose qeveria e Kosovës bashkë me aeroportin e Kosovës dhe institucionet e aviacionit nuk ka qenë vigjilente që të ofroj mundësi të reja. Me gjithë respektin për investimet në pista, sepse janë të domosdoshme, mirëmbajtja e tyre është qark i domosdoshëm i punëve që do të më i bëjë secila qeveri për shkak të sigurisë. Unë po du me ndalë vetëm të kjo pjesa e subvencionimit, që u përmend prej të dy palëve, po subvencionim duhet me pas gjithë që me e zbut tregun dhe me e thith, dhe me thonë një kapital të ri të shërbimeve për qytetarin e Kosovës dhe me nëzit zhvillim të ri, por kjo që ka ndodhur me 2 milionë që për mua shqetësuese, sepse është thjesht keq përdorimi paras publike. Shikoni, Albin Kurti edhe lëvizave të vendosje kam në qenë detyrë deri sa të kryhen zgjedhjet, numërohen votat, edhe të konstituohet kuvendi, presidenti dhe qeveriari. Domethënë këta kanë mundësi me kry detyra deri në kohën kur institucionet e reja do të formohen. Dhe ky vendim ka pas mundësi me u marrë edhe me 8 qershor. Nuk ka nevojë me u marrë bash një ditë ose 2 ditë para fillimit të fushatës zgjedhore. Dhe keqpërdorimi i paras publike në kësaj lloj forme, në emër të masave për mërgatën, përbes për mua shumë shqetësuese. Në fakt, edhe nëse e shikon edhe në kodin penal, paraqet edhe vepër penale nëse në kësaj lloj forme trajtohet taksa e qytetarëve dhe buxheti publik për dëshirat dhe nevojat partijake. Tu i shandal. Faleminderit. Besjan, koha juaj. Faleminderit Jeta, në fakt e kisha filluar te kjo tema e fundit te ky 2 milionshi. Në fakt aty është mendimi im që fshihet një skem korruptive shumë më e madhe se që po diskutohet këto ditë në mashtrimin ose në tentimin për të mashtruar mërgatën tonë se po e bëjnë kinse për të përkrahur ata financiarisht. Këtu është një skem krejt tjetër korruptive dhe pjesërisht e konfirmoi edhe vetë Ministri i Financave në një diskutim ose një intervistë që pati para 2-3 netëve. Ai tha po e përmbledh dhe po e
shpjegoj njëkohësisht. Është rrit çmimi i kerozinës dhe ne po japim 2 milion euro aviokompanive, aeroplanat e cilëve fluturojnë me kerozin. Pra kjo është subvencionim jo i biletave, por i çmimit të kerozinës. Ju kujtohet kur u rrit çmimi i naftës, ne i kërkuam kësaj qeverie që të ulë TVSH-n dhe akcizën për 1.5 milion qytetarë të këtij shteti dhe mijëra kompanive që prodhojnë këtu në Kosovë, dolën këta tha na i rrisim tatimet, qytetarët po na japin edhe më shumë vota. Ndërsa në këtë rast pra paret shkojnë nga shteti 2 milion të aviokompani dhe përfundojnë tek shitësit e kerozinës. E këtu i bëj ftesë hetuesve, prokurorëve dhe gjyqtarëve të Kosovës që ende i përgjigjen e i shërbejnë detyrës ndaj shtetit e atdheut e jo presionit ndaj partisë në pushtet. Ju lutem nderuam e bëni një hetim besoj 15-30 minutësh. Cilat janë një ose dy, se s'ka më shumë. Cilat janë një ose dy kompanitë në Kosovë që shesin kerozin dhe cilat janë lidhjet e tyre me vetëvendosjen dhe njerëzit e kësaj partie. Ka që thjesht është kjo temë, unë besoj që për 15-30 minuta çdo hetues, prokurorës e gjyqtar e kupton shumë thjesht këtë skemë korruptive. Pra krejt kjo skemë është bënë në mashtrimin që po përkrahet Mërgata, a në fakt po përkrahen kompanitë që shesin kerozin për me marrë 2 milion euro për shtetit. Valan. Dua të respektoj maksimalisht debatin dhe të mos ndërhyj tek panelistët, edhe kur thonë të pavërteta ose ngrisin çështje tërësisht paqena. Kompania në aeroport nuk është përzgjedhur nga ne. Aeroportin të koncesionuar dhe me atë kompaninë e keni lënë ju, që keni qeverisur më herët. Ajo vazhdon. E njëjta, përmendeni ju, unë nuk e di as cila është aty. Dhe fatkeqësisht opozita e sotme përveç se nuk di të jap alternativë, nuk di të bëjë edhe kritikë. Merret pra në vend se të flasim sot çka është plani i tyre për kompaninë ajrore publike që do ta themelojmë ne. Në vend se të flasim për hapësirën ajrore. Si duket s'pas ka. Pra e kemi trashëguar. Le të flet çka kanë buktas. E kemi trashëguar një qeverisje 20 vjeçare me koncencione, me korrupsione, krim ekonomik dhe vin tash nuk kanë një alternativë për flasim, ju të lutem veç të vazhdoj. Kosova ende nuk ka hapësirë me menaxhim hapësirë. Valon, ta fjalën apet. Besian? Unë s'po flisja për koncesionimin e aeroportit, se me gjast në kesh kuptoj kolegu, unë fola edhe një herë, kompanitë në Kosovë që shesin kerozin, janë 1 ose 2, nuk janë 20. Ju nuk guxoni të flisni. Tash të lutem për koncesionimin. Nuk guxoni të Po flisni. s'po flas për koncesionimin. Po jo se nuk guxoni të Po flisni. era e 12 që po të them s'po flas për koncesionimin, sepse nuk po guxon. dëgjoj. Nuk Po guxon dëgjoj flasësh. sohu me dëgju. Po nuk guxon Nuk po flasësh. flas për po flasin çka dush. Nuk po flas për koncesionimin. Po flas për kompanitë që shesin kerozin në Kosovë, ku ato 2 milion euro do të përfundojnë te ta dhe i lus prokurorët e këtij shteti që të hetojnë këtë rast, cilat janë ato kompani dhe cila është lidhja e tyre me partinë tuaj. Kaq. Prokurorët le të hetojnë çfarë duan dhe secila punë e secilit institucion vend është e mirë pritur. Unë po them, çka do të bëni me hapësirën e lartë ajrore? Që është tikforit. Që 25 vite menaxhon çështje jona. 6-10 jenë pushtet. Po, Çka ke bëti? A bën ne kemi bë. Se në llogari duni me dhënë jona, jemi në trajnimi, opozitë. Jo trajnime. Hapësira ajrore, domethënë që Kosova nuk e menaxhon. Çka ke bëti si qeveri për 6 vjet? Çka pyetja që më apo vetës? Na për 6 vjet. Për 5 vite e kemi përgatitur situatën dhe e marrim në kontroll. E ti përgatitje 5 vjet, 6 vjet përgatitje. Vetëm pak 30 sekonda, veç pak Valon 30 sekonda të tu kalon, ta jap fjalën prap Avni Arifi, koha jote. 88 ditë ka ndodhur lufta në Iran. Pe asaj dite, çmimi i naftës në pompat benzinës ka shku deri në 1.85. 88 ditë qytetarët e Kosovës, përveç që paguajnë çmimin e lartë, paguajnë edhe ekstra TVSH për shkak të rritjes së çmimit bazë, domethënë, minimum 10 cent, 12 cent. Këto e kanë luftë, në këtë Evropën, ose e kanë hek akcizën përkohësisht, ose e kanë zbrit TVSH-n. Qeveria e Kosovës, kjo është një lloj plaskitje e shtetit te qytetarit, sepse tek e fundet paktën çat 12 cent ekstra që i shtohet TVSH-s ka shumë qytetarëve të Kosovës, kur nuk mërzitet për 1.5 milion qytetarë të Kosovës që kanë vetura, se nuk vetura nuk kanë vetë oligark, po mërzitet për kerozina. Sekondat e ju. Unë kam qenë deputet i Guvernit të Kosovës dhe antar i Komisionit për Buxhet. Në atë komision ka qenë edhe deputeti Mustafa. Asnjëri prej subjekteve politike nuk e ka mbështetur pakon ekonomike në përballje me inflacionin, e cila do të rregullonte edhe çështjen e naftës. Pra, pako ekonomike ka qenë kur kuvendi ka qenë i konstituar. Nuk ka ardhur as në komision deputeti Mustafa e as në kuvend asnjëri prej subjekteve politike nuk e ka mbështetur. Pra, subjektet politike që kanë penguar pakon në vlerë prej 200 milion euro, sot kritikojnë pakon ekonomike. Ju ka viju opozita, ju prapë aprovuat. Avni, pastaj Besian.
Që ju ka vyje, ju prapë e aprovut, prapë kore... Unë 130 milion euro po flitet. 200 milion euro do të shkante pakën e sigurisë të mbështetën. Pse se keni mbështetur pakën ekonomike? Na kemi kërkuar me hek të vëshën prej ditës së parë. Pse se keni mbështetur pakën ekonomike? Mas pari. Në përballje me inflacionin. Pse se keni hek aksizën? Pse se keni hek të vëshë? Qëllëm pakën. Nuk kena besuar në atë politike. Po pse se kena sjell pako në kuvend Kosovës? Keni besuar se 1.5 milion qytetarë të Kosovës? Trego pse se keni mbështetur prej 200 milionë. Mërë se mbështet pakën po se se kemi mbështet. Ke votuar kundër kuvendit. Jo, s'është e vërtetë. Jeni e vetmja parti në botë, e vetmja parti që do të jetë në histori që ju një për para zgjedhjeve i japni subvencione. Sepse ti ke refuzuar të mbështesësh pakon ekonomike, so kanë qenë ende zgjedhjes të pashpallura. Prej javës bora aksizën, prej javën. Faleminderit. Sekondat e Besionit. Për të vërtetuar që e ka të pasaktët që po e thet kolegu Hoti, si rasti si Valon që edhe në dhjetor, pak para zgjedhjeve, fillut me lëshu që shtu do subvencione, ka 100 euro, e ka 50 euro, e ka 200 euro, unë jam të full. Pra, njëjtë edhe tash, po pra, edhe para zgjedhjeve lokale në tetor, edhe para zgjedhjeve nacionale në dhjetor, edhe para zgjedhjeve nacionale në qershor, gjithë pju rastis, juve pju qëllën pa hiri, pju qëllën që atëherë me lëshu ka 100 euro. A e dim se s'ka marrë në komision Valon, se ato takime, ju kom shkruar edhe email për këtë punë, e keni me shkrim, i keni thirr në 10 për në 12. Nuk ju viju në juve ashtu se nuk jam deputet jo serioz. Unë nuk vi me votu e me shqyrtu material që nuk e lexoj e nuk analizoj. Njëtja keni bu në për seanca. Nane 47 mramjes vike emaili dhe i kem ledhje seancë mora nane gjys. Koha. Valon, mos i ndërhyni, ta kryen Valoni pjesën e vet. Më thuaj, zoti Mustafa, a ke votuar pro apo kundër pakos ekonomike në vlerë për 200 milion euro? Ne. Dhe tjetra, po përmend shtesat, po përmend rritjet subvencionet. Asgjë nuk kemi bërë ndesh me politikën tonë që përfaqësojmë dhe orientimin tonë ideologjik. Prej ditës së parë mandatit kemi filluar me rritje të pensioneve, rritje të pagës minimale nga 135 në 425 euro, 350, 425, rritje të pensioneve, themelim të strukturës për dhënien e shtesa për nënat leona, për fëmijë e kështu me radhë. Asgjë s'kemi bërë për asaj çfarë ne besojmë. Parat që ju dikur i shpërndanit tek oligarkët, ne kemi quar te populli. Faleminderit, Besian. Valon, faleminderit që konfirmove publikisht që është çështje ideologjike partisë tënde. Lem ta përfundoj tash s'u përziv. Dakor. Është çështje ideologjike e partisë tënde që me rastis, me qëllu gjithë para zgjedhjeve mi qkep do pare. Faleminderit që konfirmove publikisht që këta e keni çështje ideologjike, pra sa herë, se 6 vjetë s'keni prej punë, të lem të përfundoj. Po, Valon Hoti, lem të përfundoj, o zëtë njëse stu përziva. Valon, mos i ndërhyj, leta përfundon manderën. Sa herë që po argumentoj e po hup Valon Hoti, po munot me ndërhyj me mujt argumentin me zhurëm. Nuk muhët e vërteta me zhurmë, o Valon Hoti. 6 vjetë jeni në qeveri, punës visja keni bo. E masi s'keni punu kur gjë, gjdo par zgjedhje ju qëllën pa hiri i ndanit dhe pare. Eliza, koha Elizën vetëm. Kjo ka qenë e planifikume, Besian Bile, kështu bashkë me e thonë, sepse nëse shikon programin e lëvizjesve të vendosje, do me thonë i ka, është i njëjti i shkurtit që vjen në dhjetor, edhe i ka veç një faqe shtesë që thot 5 masat 5 propozimet masat e me njëhershme, edhe një prej tyre është pakoja, do me thonë 200 milion. Më këta i kanë pas saktësisht e kanë ditë çka po dojnë me bo, për që të 2 muaj që kanë qenë në qeveri, si deri sot presidenti të mshelët si tem, edhe do me thonë ecim përpara për me përdor pakon si të tillë për zgjedhjet e ardhshme. Kështu që ka qenë shumë mirë planifikuar për këtyre çka po dojnë ta me bo, edhe çush po dojnë me materializu, domethënë krejt idenë për me i shpërnda këto para në kuptimin horizontal. Veç me sqaru, domethënë që secili këtu në tavolinë besoj pavarësisht a është parti e djathtë, qendër ose e majt, nuk është kundër ndihmesës për kategoritë sociale. Absolutisht jo. Po du me fal në infrastrukturë, në temën e infrastrukturës. Por, prapë edhe njerë po du veç me theksu, keq përdorimi i këtyre parave në kohë të fushatës zgjedhore është thjesht nevojë për ta orientu votën. Okej, Valon? Ta i kanë hallin që parat që dikur shkonin tek oligarkët, tek 2% që i shoqënisë ose edhe më pak, përmendni me emra nëse e ki pak, mos e ndërhyni. Se na sfidove me i përmend emrat, po të sfidoj me i përmend emrat. Po te Elkosi, ti i ke dhënë para Elkosit. Vazhdo. Si qeveri. Vazhdo. Si qeveria Hoti i ka dhënë para Elkosit.
Thua që s'është e vërtetë. Tjetër Për kujt? çka? Parat që dikur ju ja jepni Për çka i Telkosit, kemi dhënë? ne ja japim nënave lehona, po ja japim fëmijëve, Përmendni punëtorëve edhe kompani kështu me tjera, radhë. përmendni Nga që kompani thjesht është- tjera, dhe dalim Pra, të sponsorat e partizane. Mos i ndërhyni. Po pra, kemi guxim, do të flasim edhe për orientimet tona ideologjike. Kjo është brenda orientimit ton ideologjik dhe ka qenë kuadër përpjekjes për zbutin e pabarazisht në shoqëni. Një kategori e lartë në shoqëni ka qenë afër ose buz varfrisë dhe një tjetër në 2-3% ka qenë Okej, shumë koha, po, Valon, për ideja shkak ka se qenë ta ndalim të u fortë, përmendën japim kompani, fuqi veç të pak, voglit për dhe çka të kemi i zbutje dhon të parë ndepur Telkosit? pabarazisë. Valon, a e din për çka i dhon parë Telkosit? Ta e din. Jo ti pa akuzon, Ta e të di. gëna ti. Ti e përmend? Ta i kanë dhënë para Elkosit Po. dhe kompanive tjera, Për? pra oligarkëve, në emër të ballafaqimit me situatën në periudhën e krizës. Ka Covidit, apo? Covidit. çka? Ka qenë kjo? Po. Edhe të punësuven që unë kuna aty në kretë ato kompania, po? Jo, Që s'kanë mujtë me dalë në punë. Po jo, plot kompanive ju Ai ndon kanë para. shpërndarë tek punëtorët Po ato shpërndan ato, mos ki me rakti. Ju që vazhdoni Do të të nëse qëndroni ju mbrapa mendoni kësaj. që du të me mirëmbajt Po, mirëqenjen e se qytetarëve donin këtë dhe mos logjikë. me subvencionu zhvillim. Keqja juaj është që Dhe edhe gabimet edhe me pas ndimu kaq tregun e viteve lirë. ju nuk i Jo, pranoni. m'fal, ata ta Me mbushin atë lloj ty. qeverisje, Shiko, me zoti, këtë lloj mentaliteti ata ta ti ke mbushin marrë ty 18% zgjedhje. Thesarin me taksat e tyre. ke marrë 18% Ti buxhetin e vazhdon rrit si- prej taksave të biznesit Ti vazhdon pikërisht të dhe të insistosh punësuarve në që janë në politikat tuat sektor. gabuara, Që janë për çfarë 70% edhe e ke marrë punësuarve në vërtetë sektor qytetarëve. privat. Veç pak. Nuk është ashtu Valon, jo. Se keni 30 të sekonda gabim. Besian, pas na javni. Vetëm Valën, pak. Valën të lutëm the, pe shpërndajmë që të pare për me ullë që është the pa barazin shoqni. A e din që je, se garant e din, a e din që je vetëmi vend në Ballkan, që 30% e popullatës, që i bjen çdo i treti banor i këtij vendi ku jetojmë unë e ti, jeton në varfëritë skajshme. Nuk është ashtu. 30%, po lexojmë raportin e janë Bankës tuaja. Botërore. Jo, po lexoj Raporti i raportin Bankës prezantoj. Botërore, Jo, s'është ashtu. 30% e S'është ashtu. popullatës në Kosovë jeton në varfëritë Nuk është skajshme. ashtu, nuk Cila është barazi ashtu. shoqnore o Nuk është Valën ashtu. Hoti? Skema Cila sociale është? ka Cila rënë barazi për- shoqnore? Cila barazi 50%. shoqnore? Çdo i treti Paga qytetari i minimale- Kosovës jeton në varfëritë skajshme, Dëgjoj, me kush po nxingjen flet? buk. Okej. Ju na Janë keni rritë lënë Valoni? me pagat e Ju na njëjta. keni lënë pagën minimale 135 euro për katësisht 170. E kena bë 350, 425 me një korrekt bëhet 500 euro. Edhe na e Çka kemi po lënë flisni? bukën 20 E kena cent, marrë. ju e Po, keni ju e keni 60 Zona cent. Leona Po pas kupton? sot Na ta kemi lënë naftën 1 euro s'ka shku, nafta Mos 1,70. ndërhyj lutem. Po jo more, po s'moj me të lënë Sa ti me para e thonë ke pa dhënë vërteta. për nënat Leona që Po s'moj me të lënë për me shpërndat ti pare. Sa e ke pas pagën minimale, më thuaj. Atë përgjigjna. Sa ke pas buxhetin mandatin tanë? Atë përgjigjna. Sa ke Atë pas përgjigjem. buxhetore? Atë përgjigjem. punësim, sa ke pas? Kosova diku me Atë çfarë përgjigjem. përgjigje 26% ka zbrit në 10.5% pa punësi. Jo, mëra ti keni ndryshu. Koha e Avniut, 30 sekonda të Avniut. Është e vetëmja qeveri që biznesin e shes si krim. S'është e vërtetë. Po e Po me vërtetë. malon fjallën se s'po ndërhyj. Po thut pa vërtet. Krejt ata që thënë, krejt çdo biznes. Ta jap fjalën mastaj. As mirë Jo, të nuk kanë kam punue, para mena, as mirë e kanë sulmu varfënin, sa që na jem vendi maj varfën në Evropë, mas Moldavis. As mirë, dhe më thonë që po livdohen. E para, bizneset e Kosovës, shoj sa dushti me oligarka me terë, me koti, po hisë pjavën jenë atyne, se po elshojnë Kosovën, Shqipni po shkojnë, po investojnë. Të resorte ekonomike po zhvillojnë, bizneset e Kosovës, menë që me zhvillu në Kosovë. Ju, strategji e keni me vajfënu krejt, e për vitri, kur ka zgjedhje, ka 100 euro me adhon qytetarëve të Kosovës. Unë dhe me thonë, Faleminderit. biznesmenat janë patriot më të majtë këti venit. Është e vërtet. Ata pëmbusin arkën e shtetit. Dallimi jonë është ky në raport me biznesin. Në mandatin tonë qeverisës janë mbështetur direkt punëtorët e një biznesi, kurse mandatin tuaj është mbështetur pronari i atij biznesi. Ka që thjesht është. Dhe po, bizneset kanë hapësirë të ne, është rritë çakullimi dhe dini dish ju- ekonomia ka shku në mbi 20 miliard euro. Që me cilat kur gjus këni bo? 90 miliard euro 20 miliard, 6 vjetë edhe një, Shqoj, kur këna një tull bre një vend, si a këni qitë një s'është e vend. vërtetë. Cili është investimi ma i mirë juve mbi 50 Tash bre? futemi te infrastruktura dhe flasim. Apo rrugën për Gjelan, apo? Ju e shihni infrastrukturën veç si asfalt. Qka është për ty se? Infrastruktura është edhe qerdhe që kemi bo 75, është edhe rrugët bo qerdhe, mos, veri, ne më mos javë janë edhe edhe punu shkollat e komuna, reja, more. janë edhe pishinat Vetëm gjithë komuna. Koha e Janë edhe Besianit, edhe urave 30 sekunda, zeza. pastaj shkojmë në infrastrukturë, urna? Valjan, që ata oligarë që po i përmend ti, ministrat e tu, çdo natë po hojnë darkë me ta e po qesin foto në Facebook. Nashta mirë Unë i me pyet. denoj nëse ndodhen, nëse ka Po ki raste. Facebook o burr denoj pra. Këshire kam erën dhe denoj. Kam qenë Denoj se ministrat për e tu 2 po vite hojnë në çdo natë Ministrinë e darkë Mjedisit dhe Infrastrukturës. po qesin Kur? foto. Kur
Qysh pa po i mohën të fëtë që i kanë qitë ata vetë me darka me oligarkë që po i qunë të e para, e dyta, qysh s'ke pa në Facebook, e pas kemë qenë Facebookën pra, e keni Facebookën veç me na shah e me na linçu neve. E para, e dyta, këtë ekonominë që po thu ti që keni rritë, se keni rritë as pak, ja u ka rritë veç inflacioni, se folni edhe për të hyrat prej investimeve të huja, a din kujnë ato? Para 6 vjetëve 1 metër katror banesë në Prishtinë ka kushtu 1.000 euro, sot kushton 2.500. Ai mërgjimtari i shkret e blen të njëjtën banesë 100 metra katror, atëherë ka pagu 100, fal, plus na vesh tek. Mërgjimtari s'është i shkret, se punon me djers, edhe vjen këtu investor. Mu për mërgjimtar. 100.000 euro e ka blet njëjtën banesë, tash e blen 250.000 euro. Që kjo është rritja ju ekonomike. Veç rritja e çmimeve. Buxhetin e kemi marrë me 2.4 miliard euro, e kemi çuar në 4 miliard euro. Inflacion e ki krejt. Krejt e ki inflacion. 6% ka 3.2% e ki rëstimin ekonomik. Hyrat buxhetore kanë qenë në 3 miliard, janë mbi 3 miliard euro. Krejt inflacion i ki, o krejt inflacion si ki zhvillim ekonomik. Po du me dalë të tema infrastrukturës, Kosova është veni vetëm i cili nuk ka taksa për autostradat, ndërsa pjesa më e madhe e buxhetit të tanë për infrastrukturë shkon për ndërtimin edhe mirëmbajtjen e rrugëve të reja. Shumë pak pare qohën në punë tjera, ku kanë me shku investimet në 4 vitet e ardhshme për secilën partinë, çfarë rrugë edhe në çfarë projekte tjera infrastrukturore, çfarë taksa kemi për shfrytëzimin e autostradave kemi me pas apo jo, po nisim këtë radhë prej fundit, masi herën e kaluar me Besian ishi i fundit, tash foli pari, urdhna Besian Mustafa. Jeta të ngritën një temë shumë të rëndësishme pra mirëmbajtja, lejo t'ju rikujtoj shikuesve që po na shohin atje, i ka qenë ja 2 vjet që në autostradën Ibrahim Rugova ka rshit dheju, e janë ndrru atje në Ministritë të Infrastrukturës, më duket ky tash është ministri i tretë në këto 2 vjet. Njëri u ikën Shqipni, tjetri la politikën, ky i treti i shkreti valën herë që ishin kryetar kuvendi, herë ministër, herë ku më ishin, herë çka më ishin, po vi 2 kacia dhe që 2 vjet jeni ka mundi me hik. Që kjo është që po të them unë se ja keni bë vi punës që 2 vjet. Keni dalë çdo zgjedhje nacionale e lokale del ke kryetari i partisë tane. Si vjet kryhet rruga Prishtinë po do jep. Halo su kry. Çdo zgjedhje nacionale lokale, si vjet kryhet rruga Prishtinë, autostrada Prishtinë-Gjilan. Halo su kry. Halo su kry ajo për Mitrovic, halo su kry ajo për Pej. Kur gjë nuk keni nis, e kur gjë nuk keni bitis që thot populli, pra s'keni përfunduar në këto 6 vjet. S'keni çka me tregu. Krejt çka bëni, pret me lutna bre po. Po çe plani jam. Çe plani jam në infrastrukturë. Me përfunduar që të rrugë që ti që 6 vjet po mundesh azvimi apo Prishtinë-Gjilan, Prishtinë-Podujev, Prishtinë-Mitrovic, Prishtinë-Pej. E kur ti lidhim krejt këto qytete me kryeqytetin, mande kemi me lidh perëndimin mes veti, pra magjistralja e Dugaxhinit që i lidh qytetet Dugaxhinit mes veti dhe magjistralja e Ana Moravës që i lidh këto qytete mes veti. Kemi me bë tubacionet e gazit prej Shkupit në Han të Elezit dhe deri Mitrovic, një projekt amerikan që ju e keni refuzuar, Shqipnia e nënshkroi para pak javësh 6 miliard euro. Një projekt infrastrukturor që në fakt ka shumë ma shumë vlerë geopolitike, geostrategjike, sepse gazi amerikan pe Greqisë, Maqedonisë e Kosovës kish me shku në Serbi, e qeshmën e gazit e kishe pas ti në Kosovë. Sa herë kish shu kry Serbia, ti ja kishe nal qeshmën e gazit. Ju e keni refuzu, keni me u përgjigj për këtë çështje historikisht. Ti 20 vjet. Veç pak. 20 vjet e ke. Valon, veç pak, Valon, vjen koha jote, prit, t'lutem, prit. Koha jote lis 2 minuta për plan programin për infrastrukturë, vjen edhe koha jote. Pa deshme i përmend, dhe më thonë, ato që kemi prit na si qytetar me u realizu, se këtu jetojmë edhe i gëzojmë të mirat e cilës do qeveri, kur kryen projektet. Normalisht, një nga pikat e para është përmirësimi i lidhshmërisë, u përmend edhe nga Besiani, sepse edhe ato fragmenta apo segmente rrugësh, si që në 2 autostradat për Shkup edhe për Shqipëri, duhet lidhen njëra me tjetrën dhe njëra segment i cili do të bëhet për t'i lidhur këto është kyqja qafe dulës shti me Lipjan, kyqja në Banull, që e kemi premtu që nga zgjedhjet e shkurtit në vitin 2025. Normalisht lidhjet rajonale, si që përmend do me thonë të qendrave kryesore rajonale që autostradat i lidhin me rrugët magjistrale, përfundimi i rrugëve Prishtinë-Gilan, Prishtinë, Mitrovic, të gjitha këto, dhe më thonë, qka do që flasim, dhe më thonë, është veç me e kuptu që edhe gjdo qeveri e nis një punë mundët me vazhdu një qeveri tjetër, problemit e këta është që gjatë kanë qenë, sa që për 6 vjetë s'kanë kryu kur gjohë, që kjo është problemi kryesor. Tjetra është segmenti mbetur i autostradës prej Besis në Merdare, ose rruga që lidh me Evropën, rruga R7, siguria rrugore.
siguria rrugore është një nga çështjet shumë të rëndësishme, u përmend domethënë shembja e Dheut, e cila faktikisht aty kanë lulzu lulet, që kompone, kohët e fundit u kalu andej, kanë vdek 2 vajzat Shqipërisë, ka pas plot, domethënë aksidente, po jo veç kjo, domethënë është siguria rrugore në kuptimin e shenzimit, po sinjalistikës edhe horizontale edhe vertikale që është tepër e rëndësishme, edhe normalisht mirëmbajtja në kuptimin e pagesës që njerëzit që e përdorin rrugën duhet t'u kthehet ajo. Po ashtu një gjë e rëndësishme është që ne kemi pa raste të shumta, ne kemi ligjin për investime strategjike, ligjin për partneritet publik-privat, shumë rrugë kemi pasur në Shqipëri, rishtazi duke u bërë në partneritet publiko-privat, domethënë dhe janë kry shumë më shpejt se sa që dhe aty ka pastaj mundësi se si të rregullohet kjo kthimi prapa përmes mirëmbajtjes ose politikave të tjera, domethënë që balansojnë investimin privat në çështje publike. Këtu pastaj vim te lidhjet rajonale që pastaj lidhin edhe modalitete tjera të infrastrukturës që lidhen me transportin hekurudhor dhe ajror, dhe normalisht unaza e Prishtinës ose do të kesh kohë për edhe për unazë. 2 minutat e tu valon urna. Sikur do të flesin një subjekt i ri politik me një alternativë, edhe do të ishim të gatshëm të ballafaqohemi për idetë e tyre. Po flasim me 3 subjekte politike që kanë qeverisur për 20 vite dhe nuk kanë bërë asgjë në përfundimin e rrugëve rajonale. Ju lutem mos ndërprerni tash me vëmendje. Po përmendin mirëmbajtjen e autostradës. Një projekt 1 miliard euro, i cili koston e ka pas në kilometër mbi 11 milion euro, me shpronësime prej 7 euro në 2.000 euro të pronës publike. Pra, këta mundohen të na shesin si suksesin e tyre kryesor dhe i njëjti po del tjetër i dështuar. Në cilën autostradë po ka shembje? Në atë që ju e keni ndërtuar, apo jo? Dhe po, autostrada do të rregullohet, ka kontratë, në fakt tash është në proces çështja e mirëmbajtjes së autostradës dhe do të marrë fund një herë mirë. Me mirëmbajtjet e zakonshme e punë nuk kryhet, sepse aq kjo që është bërë, saqë çdo rreshje e shiut potencialisht dhe u rrshet dhe del në autostradë. Kjo çështje do të marrë fund. Por le të ma thojnë këta cilën prej rrugëve rajonale kanë përfunduar. A kanë përfunduar rrugën për Podijev, rrugën për Mitrovic, rrugën për Pej, cilën rrugë rajonale kanë përfunduar këta që sot flasin për rrugët në Kosovë. Dhe po, ne do të investojmë dhe do të mbyllet autostrada Gjilani, Dejte dhe Ujbardh, do të mbyllet rruga lidhje autostradës Duhur Banull, sepse është e gatshme tash veç për financim, sigurim financimit, do të bëhet rruga se është në përfundim, ka përfunduar projektimi në fakt e autostradë autoudhës së Dugaxhinit nga Prizreni, Gjakov, Deçan, Pej dhe Istog, dhe po ne do të investojmë edhe në Hekurudha. Mandati i parë ka qenë mandat për t'i hequr blokada dhe sabotimet e kontratat e dëmshme, i dyti është mandat i zhvillimit. Do të kryhet përfundimisht Hekurudha që lidh Gjakovën me Shkodrën, Hekurudha Prishtinë Pej, linja 10 Hani Elezit Prishtinë Leshak, dhe do të bëjmë projektimin e linjës hekurudhore nga Xërza, e cila shpije përmes Suarekës në Ferizaj e Gjilan, si dhe linja hekurudhore Prishtinë Aeroport. Te infrastruktura nuk kemi veç asfalt. Do të kemi edhe 5 diga, 3 dhe do të kemi 2 resorte shumë të mëdha, një në Brezovic dhe tjetri në Dugaxhin. Koha e avniu tash. Këto fjalë nga përfaqësuesi i qeverisë ke mujt në 2021 të njëjtat fjalë me thonë, të njëjtat dhe prap do të kemi edhe mas 4 vite. Sa herë ka zgjedhje, shkojnë në Gjilan, ju thonë kena me u autostradën, ja u marrin votat edhe kur gjë nuk ndodh. Mas por, infrastruktura rrugore nuk është e vërtet. Infrastruktura në përgjithësi nuk është veç asfalt. Po është shumë e rëndësi me përmbyll këtë ndërtimin e rrugëve të Kosovës. Tash, çfarë çfarë punimesh janë të u bë. Rrugën e Dolce, të shbo si vije frontit, janë vrarë. Pardjen jo, javën e kaluar një qytetar, ditë për shkak të mungesës të sinjalistikës. 3 milion euro i kanë dhënë për atë rrugë. Para me edhe 15 vjetë qytetarët e asaj ane kanë me jetu në qatë formë. Nuk do të ketë autostradë, unë për i thamë që tash. Nëse fiton lëvizja vetëvendosje, nuk do të bëhet autostrada për Gjilan, nuk do të bëhet autostrada Dugaxhinit. Sinjalistika do të jetë katastrofale. Prishtinë Podijev po bien njerëz në për ato shahtat që i kanë lënë qel. Urat që janë, nëse i kshir urat, para mendo kulla i Felit për 2 vjetë diçka është ndërtuar. Ura e Bardhoshit ka filluar në vitin 2022. Dume një edhe 2 gjona, nëse më lejohet, kam edhe 53 sekonda. A ja përdojnë një minutimin, vesh më kalëzër që keme bo. Tregoj unë që ka kome bo diçka. Po, kur u fillu e rruga autostrada, kur u fillu kja rruga Prishtinë Podijev,
para me në fillun me 1 qershor të vitit 2022, sepse vi këtë diaspora edhe me po që Alpin Baba ka punu shumë. Cila rrugë? Prishtinë Podjev. Ajo ka filluar 2016. Ka dole. A mirë, 2016 ka filluar. qëta sekonda, Unë kam të adham kohën time, vetëm t'rregoj çka mos harro, Lutem, subjekti pjesë të cilës kam qenë, Jeta Gjara ka pas emisione që unë kam protestu mas shumë të që unë alë autostrada në trud e nuk ka shku deri në Podjev. E para, i fillun, me të vërtet e fillun bukur, punojshin shumë. Natën, vike kurti, me dritat, kishë po punojnë veç natën. Si shku në diaspora, e nalën punën. Tash është viti 2026, hala su kryje, edhe bugjetin që e ka ndoha dhe shumë vite s'ka më kryje. Njëjtë për dalës, Alianca, në rase i fiton, nëse merë qeverisën, nëse merë pjesë në qeverisje, dhe të ketë strategjinë e ka kompletimin e infrastrukturës rrugore. Me shtru asfalt nuk është krim, është mirë me janë ndërtu jetën qytetarëve të Kosovës. Dhe diçka, bugjetin që e kanë gjetë këta, ofër 3 miliard, dikush ja u ka ndërtu, sepse te edhe njeta që na qëto, kur e kemi nisë me ndërtu bugjetin, 80 milion euro i ka pas bugjeti i Kosovës. Faleminderit, kjo është koha 2 minutë të parë. Ju lutem, kur t'i merrni tashti, ju lus 30 sekonda. Kur t'ju jap, mos i ndërhyni njëri tjetrit, me mujt mos me fol për mi njëri tjetrit se s'po dëgjoni. 30 sekonda dhe to Valjan, ty mos me ndërhy, mas nej ti mos me ndërhy tjerëve. Urna. Dakord, por nuk dëgjova asgjë nga zoti Arifi çfarë do të bëjnë. Jam i gatshëm t'jap edhe prej kohës sime e të ndëgjoj çka është plani tyne për infrastrukturë. Prishtinë Gjilan edhe një herë. Është vatër e krimit ekonomik se si ju e keni filluar atë çështje. Dhe aty ka punë prokuroria. Me ju e keni filluar një projekt pa shpime, incizime geomekanike, pa kry shpronësimin, pa siguru buxhetin dhe më skeqi, pa mbikëqyrje të jashtme. Ku ka projekt në vlerë prej 90 milion euro në Europë i cili kontraktohet pa mbikëqyrje? Ku ka? Ma thuaj një. Koha, Avni, koha jote. Kontratat tuaja janë dëmshme për shtetin në favor të Valjan, koha jote kaloj, Urnavni. Gjithçka që ka ndodhur, ka ndodhur konform ligjit, se këto kemi dëgjuar edhe për rrugën e Dolcit që nuk ka pas kontratë, nuk ka pas këtë propagandë. Këta thanë që kena me ndërprej kontratat, o ndërprej, kena me thonë, kena me qu njerëz në burg, ko që njerëz në burg, bëne rrugën, as nuk e kanë qu njerëz në burg, as nuk kanë kur gjohë, e kanë veç propagandë mashtrim. Rrugat të Kështenra Mosh Haradinaj, kryeministër autostrada e Gjilanit ish harruar. Në burg nuk ju kemi qu sepse kemi trashëguar një sistem drejtësisë totalisht kapun, dhe ai dita ditës po çkapet dhe kjo është edhe halli juaj. Do të thonë pekap. Rrugën, ju lutem, po e çkapet. Ju lutem, rruga për pej. Pse është vënu, pse po bëhet tash e së shkry para 2 viteve, sepse kur kemi shku në Ministritë Infrastrukturës, atë projekt e kemi gjetë duke u kontraktuar me 247 milion euro. E kemi ndërprej, e kemi riprojektu, e kemi tenderuar në 90 milion euro dhe sot po ndërtohet duke i kursyer 150 milion euro. 3 milion euro i keni nda, 3 milion. Po ju dome tini të ja bo dome më të mëdha, ju po s'pe bëni o vëlla. O s'po i bëni. Koha e Besionit edhe Elizës. Kusht rruga. Kusht i ki bagerat në rrugë. Me 150 milion euro. Nikolic me 3 kacia, po që 3 vjet i ke vur. Përfaqësuesi i subjektit politik të pa lekë, i cili ka marrë 53 milionë. Koha e Besionit dhe Elizës. Ka marrë 53 milionë. Denu që ka kesh përdorur 53 milionë. Jo, ka dole. Ju nuk i kishi pagu 53 milionë euro. 53 milionë euro. Ju kështu gjykata arbitrazhit. 53 milionë euro. Ju e keni dhënë Grand Hotel 8 milion pa kon pol hiç konflikt. Ki vendim gjykata. Shkeljet procedura. Kemi ministrin të korruptuar ka thënë gjykata. 53 milionë euro ke kesh përdorur edhe sot në fletë. Dhe pa lekaj nuk është. Unë ka filluar një projekt. Por 53 milionë euro të cilin ti ke pas me bë për nishën. Faleminderit veç pak. Avni edhe Valjan, koha veç ta saktojmë për efekt ligjor, pa lekaj është ende i pafajshëm se s'ka vendim përfundimtar, koha e Besionit edhe Elizës. Veç pak, lutëm po presin me fol. Është në regjykim rasti, eris ka vendim përfundimtar. E këshin qënë gjykatë arbitrazhit 200 milion euro me paguë. 200 milion e këshin paguë. Faleminderit. 200 milion paguë. Ja, ti, mas poli, o ju grondin e keni hu, pa kun pol Kosova his. Faleminderit. E shpenzu këtë debat, usë qarut nuk po ndigjoheni. Faleminderit, lenëni, ju kisha lut, koha e Besionit edhe Elizës. Lutëm Valjan, Valjan, veç pak, prit, se Reni është i Besionit. Mandej ki 30 sekundat, urna. Valjan, dheu rrshet edhe në për autostradat Amerikës, po si pas teje, as Amerikanë s'po dishin me shtru autostrada, vaj halli për mendimin tënë. E para e dyta, a e dim pse nuk, po që shtu the, a dim pse nuk rrshet dheu në autostradat e juja?
Se keni shtru asnjë, s'ka kur shetaj dhe i shkret, se ki asnjë, ku një rrugë se ke kry për mërshita i dhe, po se keni autostradë që e ke ndërtu, një, po vish një. Shpejt, një. Asnjë. Unë jam të full. Sekondat e mi. Mësohu me dëgju. Merë shënime përgjigjesh mandej. Merë shënime mandej përgjigjesh. Po pra, dhe moderatorja tha, unë e është koha ime, jo e jotja. Merë shënime. Sepse po ashtu fola me sa me fola sa me korrupcion. Sa herë që hun vetë vendosja argumentin fillon me bërtit. Faleminderit që po e dëshmon. Apo pyet, ma leo në të flas. Merë shënime. Po merë shënime ma ndej ki kohën edhe flet. Përgjigjesh, më falë jeta se ma mori këtë kohën. T'lut, në dhe të Kaloj koha jote. Besjan, koha e Elizës. Jo, më falë, se ma mori këtë kohën, tu më ndërhy. Sa i përket, se qështu e kanë sistemin këta. Hajde, 3 Sa i sekonda. përket keq përdërimeve në infrastrukturë. 1 miliard euro për 6 vjet i keni shpenzu me ble rryme, jo me investu në kapacitete prodhuese. A din me më tregu ku është ajo rrym? Ku janë ato pare? Që tregoj une? Vuk Hamovicit ja keni dhënë 1 miliard euro. Vuk, që hapet ndërhyn, o mësohu me marrë shënime, o zëtni. 1 miliard euro. Merë shënime tani përgjigju. 1 miliard euro keni ble rrym për Vuk Hamovicit, djali generalit Jugoslavis. Që ta jeni ju, atje Keku vazhdon me qenë gjendjet mjerushme. Që ta jeni Koha, ju. ti dash 3 sekonda, 30 tuat. Valan. Keku dhe ndërmarrjet tjera publike të gjitha janë kthyer me dhe gjenerojnë fitim. I kemi marrë ndërmarrje me përbuzje, me krem e korrupsion aty. Dhe te energjia, pse ti se shfrytëzove për 20 vite këtë resurs kaq të madh? Pse e prunë në situatën këtu ku nuk kam me çka prodhoj kapacitete energjetike dhe do të blej energji? Projektin e termocentralit Kosova e Re. Apo të kujtohet. Me hajni të parapome e planifikuar me paraprakja, po? Mos e këna ndërhyrë të kohën. Është ashtu. Këna ndërhyrë vazhdimisht. Se fol për të kaluarën do të ju fol për këtë. për pasurit e potencialin ekonomik të Kosovës që keni qeverisur 20 vite. Thash, mandati parë ka qenë mandat për vetë se i punës edhe i menjanimit pengesave, ndalesave, sabotimeve nga sistemi E çka ke punu 6 vjet? Tregona çka ke punu 6 Ju vjet. s'keni ndërtuar sistem. E çka ke ndërtu ti 6 Keni vjet? bon sistem. E çka ke ndërtu sa 6 vjet? Faleminderit Besjan Po e çka ka Valan. ndërtu 6 vjet? Koha e Elizës, 3 sekonda, lutem mos i ndërhyni e merr fjalën pastaj. Jo, sa herë ndërhyn këna mi E para, po më çudit shumë se në çdo pyetje që e bën ti, ai vjen se më përgjigj se çka kanë bo, edhe çka duhen me bo, po na e kemi tepër të rëndësishme me kuptuar çka kanë bo këto 6 vjet sepse këta janë në qeveri, nuk jemi na. Dhe është e natyrshme që një diçka që nis, se thash më herët mundet me vazhdu qeverisja tjetër. Qeverisja matet me rezultate, me projekte të përfundume, jo me llafe e me analiza e me workshopa e me çka do të qoftë që keni bo ju dhe që po bëni po vazhdoni me bo. E dyta, është tepër me rëndësi kur fol për mirëmbajtjen. Ta kalon një rrugë një qeverisje e kaluar, e ki obligim me mirëmbajt. Dheu rrshet edhe në Shqipni, na kemi qenë, kalojmë në atë rrugë shumë shpesh, jo dheu, po gurt, por osanu situata, si me thonë brenda mujit. Këtu 2 vjet, mos me mirëmbajt kërkush. Do më thonë, ministri juj, Libor Naliu, ka qenë 4 vjet në atëfar ministrije, s'ka mujt pak të ndodroj mi mbjellë që e mirëmbajnë, dheun që rrshet që është sani maj thjesht e maj lirë mu bo. Koha Eliza, veç pak. Valan, po flet, mos i ndërhyni. Urdhën. Po flas. Mirëmbajtja? E kemi, jo, tash po pyesim se pyeti Besjani, nëse më lejohet pyeti çka keni bë. Më lejohet flas pak për këtë pjesë, lutem. E kemi përfundu rrugën Prishtinë-Smrekovnisë, të cilën këta e kanë filluar në 2009. E kemi ndërprej kontratën korruptive, e kemi lidh kontratën e re, sot rruga është e përfunduar. A e keni qunë gjykata, ka marrë epilog ajo kontratë? Se adin masi përdo korruptive. Shumë mirë Respekto ka jeta. ashtu të ma Se lejo. është korruptive që jenë bërë. Rruga Prishtinë-Podiev është drejt përfundimit, ka filluar në 2016 me 100 lashe rreth shpronësimit e elementeve tjera. Kena ndërtu mbi Kena bo mbi 500 km rrugë të asfaltuar në gjithë territorin e Kosovës. Kena kry mbi 65 km rrugë në veri në 120 total në veri të vendit. Kena ndërtu 73 qerë dhe treja, sepse këta Te qerë dhe zona mirë. është vetëm rrugë. Te qerë dhe Koha jote kaloj, Valan. Fal, Eliz. Se vërtet. Qerdhe, Edhe 5 sekonda i koma. ta po i fusin në numrin 73, njëherë tha 75, tha 73, dikush po thot 65 në një emision tjetër. Qerdhe të cilat janë të komunave, investime direkte të komunave. Qerdhe që i ka inicu Ministria e Arsimit, janë numër shumë i vogël, s'dija emrin 20%, shenë aty në 160-ve. Po, mos dezinformoni. Nuk e mrin. Mos dezinformoni sepse ti me komunat tua ke sabotu, s'ke qenë as e gatshme me dhon prona për me ndërtu qerdhe.
çerdhet kanë qenë të buxhetuara, të gatshme për investim, por kur kemi sabotim në këtë pikë. Por sabotimi nuk ju dhe. Po sabotim. Buxhetin që e keni dhënë për komuna ju, për investime në komuna përmes linjës së investimeve kapitale, ka qenë 54% veç për komunat e VV-s dhe pjesa Kemi 288 projekte infrastrukturore nga qeveria të investuara në komunat veç në mandatin tonë qeverisë. Koha Besianit pastaj Avniut ka 3 sekonda, Besian pastaj Avni. Valian the për 20 vjet, nashta të kujtohet në 99-ën s'ke pas gati rrym hiç, e kur e ke marrë ti pushtetin 2021-ën i ke zgjedh me rrym plot. E para. E dyta, Valian, t'lut na tregon për 6 vjet në infrastrukturën e energjisë çka ke bu. Sa megawatt e ke rrit kapacitetin e prodhimit vendor. Se dul kryetari dhe nënkryetari i partisë tane, tha e keni pa atje në Rahovec, tha e kena mush fushën me panele solare, se ki asnjë panel solar. Në kek e keni shtinja 50 milion euro investim, a i keni ble rrym 1 miliard euro, i keni ble, i keni harxhuar në zhduk ato pare, o Valian? Koha Valian? E para rrymen ti na ke lënë në gjendje të mjerueshme dhe ne pikërisht ai 50 milionçi dhe investime tjera në kek kanë çu në mungesë. Cilat ato jeta, po cilat se veç po fol. Po vetë përmend 50 milionçi apo jo? Tek sa investon 50 milionë euro në blok caktuar, Bashkimet Evropiane ndalet, nuk mund të operoj. Me qenë se ti ndal bllokun, detyrohesh blesh energji. Dhe ne kemi trashëguar këtë gjendje. Dhe kush po flet zonja Xhara për energjinë, për kekun? Ju e keni shit transmisionin për 26 milionë euro, e keni fal. T'lutna. E keni fal. Faleminderit. T'lutna jeta. Duhet më juar turp. Faleminderit. Flisni për energjinë çka keni bën. Kto dua një replik t'lutem. Faleminderit. Hajde 30 sekondat e Besianit. Valian, a e di kush është fal, pajtona me ty që o fal transmisioni, distribucioni. A din kush e ka fal? Mimoza Kusari Lila. Është e vërtet. Po ka pas akt akust ngritun për këtë punë zotni. Aty ka pas një kryeministër dhe kush do qoftë Mimoza Kusari. Qa ka qenë Mimoza Kusari atë? Qa ka qenë Mimoza Kusari? Duhet të marrë Cila ka qenë pozita? Fal. Cila ka qenë pozita e Mimoza Kusarit? Ka qenë krimi i madh ekonomik cilin e keni bërë ju me qeverisë tuaja. Ju keni pas kryeministër me orientim kryeministrit. Ti e ke shit, Ajo është problem me ta përfundon Besian përgjigju. Përfundoj Besian të lutem. Në kohën amnisti për asgjë. Çapet nuk flet, nuk lën me fol. Përfundon Valian, masnej ta jap. Sa herë që muim vetë vendosin me argument fillon me bë zhurmë. Faleminderit Valian që po bën zhurmë. Kur ka qenë Mimoza Kusari Zavens, kryeministre dhe ministre tregtisë dhe industrisë, është emëru kryetare komisionit ndërministror që po thuti ka fal Kedzin për 26 milion euro. Dhe për këtë rast ka pas akt akust të ngritur dhe ajo gjykata që thoni ju është e kapën e ka shpallë pafajshme. Tregon Valian, kush e ka kap atë gjykat? Ana ajo që ministrat e juj dalin pafajshëm. As Mimoza Kusari, as Mimoza e ka fal, jo Besiani. Të gjithë thuj Mimoza e ka fal, jo Besiani. Privatizim të distribucionit kanë gabuar rënd dhe është bërë shumë dëm vendit, por atë proces mos u mundoni t'ja lëni një personi me disa detyra në qeveri. Keni pas kryeministër apo jo? Kush o kanë kryeministër? Kryeministri Kush o kanë? Detyrën. Kush ka qenë kryeministër? Ka qenë kryeministri i zonës e cila ka ulur kokën dhe e kush ka qenë Zavens kryeministër? Hashim Thaçi. Do na met najt me kry përpjeta, çfarë problemi ki? Flisni se po flisni tash për energjinë. Fal. Zotni, secili ministër e ka digasterin e vet dhe merr përgjegjësi. Politikat e fillimit të krijohet. Ideologjik i ka qenë privatizuar që s'kan. Vjen që zonja që ka shërbyer krejt partitë politike ku e ka marrë shqershinën, secilën parti politike sot është e ju vjen zor që do m'jau përmend Besiani ato. Po vjen zor. Po denoje. Duhet me umësu. Mos fal se jam tu fol. Jo, si ti shërbon. Mimoza Kusari. Ke shit distribucionin. Mimoza Kusari ka shit. Po tregom a ke bën mirë a gabim. Mimoza Kusari ka shit. Po Elizës pasi u akuzuar partia jote. 30 sekonda. Unë isha tu marrë me vetën këtu. 30 sekonda fyve. Mimoza Kusari ka shit. Tregoj që e ka shit Mimoza. Eliza, 30 sekondat e saj. E para, unë mendoj që çdo qeveri do të marrë përgjegjësitë mbi supet e veta. Kosova me kushtetutë është treg i lirë. Ju pëlqeu juve ose jo. Nëse ju e shihni shtetin, ti liberalizimin. Më fal, unë s'kam qenë mas pari hiç në partinë atë kohë. Të energjisë. Veç pak. A ka mundësi me mbledh me fol? Dakor. A ka mundësi me mbledh me fol? Po. Dhe në këtë proces nuk nënkupton që shërbime duhet mi dhon veç shteti prej nalt poshtë, po shteti duhet me mundësu zhvillim dhe rritje të kapaciteteve përmes bashkëpunimit me aktorët e tjerë që punojnë në fusha përkatëse. Ju tani me përmbys komplet këto sepse mendoj që duhet gjithçka me qenë veç çush e mendoni ju. E dyta,
kërkush është kundër liberalizimit të tregut, ne kemi qenë kundër mënyrës dhe kohës edhe momentit çysh e keni bërë liberalizimin. I keni dëmtu krejt kompanitë private, të gjitha pa dallim. Sot kompania që ka pagu 2500 euro rrym në muj, pagun 10.000 minimumi në muj. Se për me rritë qatë bugjetin tënë që për lavdosh që u rritë. Pikërisht për shkak që tyre masave që i keni marrë ju, është rritë bugjeti. Më falë se kjo është paradoksale çfarë po thoni. Jo është paradoksale hiç. Në një anë po thuaj ke ble energjinë dhe ke shiq trajt, anën tjetër po thu prej çati 10.000 euro e ke rrit buxhetin tënd. Si e kam rrit buxhetin? Tash është varfruar apo është rritur? Se nuk eci kjo bashkë. Jetu e keq kuptuar çka jam të fol totalisht. Jo, po ta jap mundsinë edhe një herë. Të gjitha kompanitë, bizneset të rëndomta, që kanë pas mbi 50 punëtor, domethënë sot paguajnë rrymë me tarifë tjetër për shkak të liberalizimit të tregut, apo? Dhe kompanitë që i kanë mbi 200 punëtor, duhet me gjetë mënyra që është me mbijetu në një se s'ki pas hapa deri sot vjen liberalizimi tamam. Që është ndodh gjithkohë. Masat përgatitore. Ti përjenë ose ke pasur 30 sekondat e Avniut, pastaj për unazën e Prishtinës ka 1 minutë, po du mi ju lut një program që e keni për unazën e Prishtinës. Është kontradikt shumë e madhe kjo me thonë. Për distribucion, faj pas ka pas kryeministri, jo ministri, ata shpërvjedhjen e bukës për rezervat shtetit, nuk ka faj kryeministri, po ministri është u përballë me proces. Standardet e dyfishta. Standardet e dyfishta. Ju lutem mos flisni kështu vjedhjen e bukës. Çfarë po thoni? Rezervat shtetërore. S'ka ardhë gruni që e keni ble, ka me dikun s'ka ardhë. Nuk është e vërtetë. E kupton? Se ka akta akuzë. Kjo është manipulim që 6 vite, që 5 vite që e bën. Ka akta akuzë. Kjo është manipulim që Gjykata ka faja? Gjykata ka 5 vite manipulim që e bën. Qysh more po thu që ashtu është? Njëri prej rasteve të A ke lexuar akta akuzën? Jo, prej sistemit që keni lënë, ndaj politikës tonë. Do të thonë edhe sistemi gjyqësor është krejta. Kush është vëlla përveç Alpin Babës? Kush vjen te jo? Kush vjen? O zotri, o Ovalan, ju kur gjë bresk. Para kush? O çrmska. Që t'ju besoj $1 miliard euro jak në dhon mafia serbe. O që t'ju besoj Dhe juve. kontratën me Vukamovicin. Konkretisht juve. Migja jote kanë nënshkruar. S'është e vërtetë. Migja jote kanë nënshkruar. 2013. S'është e vërtetë. S'është e vërtetë. Migja jote ka, po pa ditë më vëlla. S'është e vërtetë. Edhe plus ashtu është në tarifa. Zërini dokument. Ju e keni humbur çat sistem. Edhe po hani edhe Albin Kurtin edhe veç ju 17 vjet ato lekë. Një dokument që te. Një dokument. Tema e fundit për sonte, faleminderit. Jo, lutem. Nuk ikim. Hajde. Thuaj ku Ka qenë edhe në Borxë Rrez. Thuaj ku ka qenë Borxë Rrez. Ka qenë Borxë Rrez. Çati ku dosh me nështruar kontratën me Vukamovicin. Kush e ka nështruar? Ju jeni në 2013. Hoxha. S'ka qenë zëre Hoxha në 2013. Ma vonë ka qenë, po këtë në shkrimin. Kontrata është vonë 2013, ai ka qenë 2017 në Borxë dhe ka nështruar. Borxë Rrez, ka qenë pjesë e sistemit. Retroaktiv ka qenë në shkrim apo çish? Mas por, ju i keni shërbim. Një dokument vetëm. Pa ditë. Një dokument. Jo pa ditë, nxjerr unë pa ditë, po nxjerr dokumentin. Unë kam ta nxjerr dokumentin. Unë ty të besoj kur ti distancohesh prej mentalitetit tonë çeverisës korruptiv tipit pa lekaj. Thuj distancohem prej pa lekaj se ka kesh përdor 53 milion. Unë filloj të dëgjoj. Jo se janë korruptuara. Distancohem po thot gjykata që janë korruptuar. Po ta besën Ka gjykatën kur s'ka me disi të fajshme. Jo, distancohem në gjykatën kur s'ka me disi të fajshme. Avne, hajde përfundoj. Unë publikisht kam lypë në Facebook, kam bo postim në cilin kam kërku nga pa lekaj që të lirohet nga detyra dhe që të pastrohet, sepse në një proces kushti pa fajshëm duhet me dëshmuar drejtësi. Pik e para. Besoj në pafajësinë e tij, por ajo duhet më konfirmuar në gjykatë, pajtoj. Jo, tash unë po kërkoj për josh. 1 miliard euro mafjas energjetike të Serbisë keni dhënë. Vukamovicin, që e krejt tregun energjetik e kontrollon Vukamovicin. Jo, e keni shkatruar 34 herë, 34 herë. Ju e keni bo në vitin 2021 të kallëzën ministri i transportit që kënë Shqipni që është. Koha e Valonit, kry koha jote, a ke 30 sekundat, para se më shku te unaza? Po, përmendi që një familjar imi pas ka nëshkru një kontratë. Do të vi këtu me juve në emision, sa po të zej atë dokument. Dhe për këtë që tha, sigurisht do ta padis dhe këtë do të dëshmoj në gjykatë. Por s'kemi nevojë ta presim verdiktin e gjykatës që këtë dëshmoj. Unë vi prap nesër, pas nesër, kur të doj zotri Arifi, unë kam ardhur dhe ballafaqojmë atë dokument. Unë kam ardhur dhe kam atë. Dakor. Po shkojmë. Edhe tash e keni prap te tarifat atje. Faleminderit. Ju presu në debat. Unaza, po shkojmë te problemi tjetër që afekton gjys milion njerëz Prishtinës të Kosovës, është unaza e Prishtinës. Gjys milioni banor në përgjithësinë krejt Kosovën hynë në Prishtinë, andaj po du
mos me përfundu këtë debat pa e marrë një politik pa e marrë, për kushtim se çka do të bëhet, qëndrimet e secilës parti, tash I kemi 30 sekonda për fund, po vjen keq, kaq kena kohë për 30 sekonda për unazën e Prishtinës, cili është qëndrimi I secilës parti. Po e nisim prej juve, Eliz, cili është qëndrimi juj? Ne edhe vështira e sa, do me thonë që e kemi pjesë të programit tonë zhvillimor, normalisht që është në fokus. Më vjen keq që nuk ka pas fokus prej qeverisë që ta ndihmoj komunën e Prishtinës të jetë bashkëinvestim, sepse është e pamundur një projekt I tillë kapital me mbulu veç nga kryeqyteti. Me që jemi edhe në bashkëqeverisje, zotimi është edhe nga poshtë, detyrimet që janë nga komuna për pjesën e shpronësimit edhe analizimit, do me thonë të pronarëve dhe të shtrimit të trasesë, kushtimisht ta them në kuptimin hapësinor, ajo do të kryhet në nivelin lokal, përderisa pjesa tjetër Bedri Hamza dhe programi jonë zotohet që do të ketë bashkëinvestim jo vetëm në fondet me fondet tona, po edhe me fondet e Bashkimit Evropian. Faleminderit, Valon, qëndrimi I partisë juaj për unazën e Prishtinës 4 vite të ardhshme. E kemi thënë edhe më herët, unaza e Prishtinës është tepër e nevojshme, do të jap frym qytetit e zhvillimit edhe të ekonomisë vendit me qenë se Prishtina është qendër edhe ekonomike e Kosovës, sapo ky projekt tjetë I gatshëm për financim, qeveria e Kosovës do ta dërgojë atë në institucionet financiare ndërkombëtare me buxhet shtetit dhe me mbështetje do ta bëjmë unazën e Prishtinës, por lusim sa më parë komuna e Prishtinës shtyj përpara këtë projekt dhe të mos ta maj peng të shpronësimeve e interesave të grupeve të klaneve të interesit. Unazën do ta bëjmë, por lusim për bashkëpunim komunën që ta sjellë sa më parë projektin. Besjan. I ka rrafsh që një 3 vjet që komuna e Prishtinës e lut qeverinë që udhëheq partia jote e ministrin e financave, hajde ndihmëm të bëj unazën e jashtme. Projekti është këtij gatshëm, diskutimet fillestare me Berghin kanë përfundu, ajo kushton 300 milion euro, ka që 3 vjet për parim Rama e lut Hekuran Muratin, nimon të shtyj procesin tutje, prej fillimit deri në fund, ulëm e diskutojmë e bojmë bashk, se komuna e Prishtinës nuk I ka 300 milion euro me kry vet. Hajde e bojmë bashk që 3 vjet Hekuran Murati thot zbën, del Albin Kurti thot kena me bo, del Valen Huti thot kena me bo, po që 3 vjet ke mujt me niso Valen. Avniu, veç pak, koha 30 sekundë që Avniut. Unë takoj një subjekti politik që Prishtinës I ka kushtu rëndësit madhe. Ka pas mbeti blokun që nga pakoj ahtisarit ligji për Prishtinën, dhe na u desh vetëm 2 muaj ditë që me dhonë edhe ligjin për Prishtinën, edhe me ja kthy pallatin e rinis, me ja kthy komunës Prishtinës. E konsideroj tërësisht të çmendur këtë bllokimin e vazhdueshëm që I bëhet komunës Prishtinës. Unë nuk I takoj Lidhjes Demokratike të Kosovës asnjë partije që udhëheq me kryeqytetin e Kosovës. Kryeqyteti I Kosovës është I gjithë qytetarëve të Kosovës. Është merr me po një qeveri ka krijo blokada, ka krijon rrskonca, ka krijon situata me tregu që kjo është një situatë që nuk e meriton për krahin e tij. Ne e pam edhe situatën këtu te Krejt partit e thanë që kanë me bo, nuk kemi kohë për replika. Mirë po. Hajde. Kush I ka bë ato negociata me Berghin? Sepse ligji për borxhin publik. Diskutime. Edhe diskutimet. Nuk mund t'i bësh, sepse ligji për borxhin publik thotë që ti nuk mund të marrësh kredi më shumë se 50% e të hyrave tua vetanake. Prandaj në institucion nuk thuhet hajde folim, dërgojeni projektin ne mbështesim. Kaç kemi kohë? Kaç kemi kohë? Bashkëpunimin e ministrit financave. Se keni ofruar. Të katër partit po thojnë që kanë me marrë unazën, do ta përcjellim këtë çështje. Ne jemi këtu. Faleminderit, ne jemi këtu çdo natë prej orës 7, shihemi nesër mbrëma në RTV Dugalxhin dhe kallxo.com. Natën e mirë.